Simon Sinek, loja e pafundme. Si bizneset të mëdha arrin sukses afatgjatë. Kur merr parasysh se sa mirë po ecën një biznes, shumë vëmendje i jepet çmimeve të aksioneve. Një paradë e pafundme analistësh të Wall Streetit shfaqen në media duke u thënë njerëzve kur të blejnë e kur të shesin. Por në të vërtetë, kjo ka të bëjë me atë se sa para mund fitojë një aksionar. Shumë pak i bën mirë shëndetit të kompanive të përfshira. Fuqia e një kompanie nuk vendoset vetëm nga çmimi i aksioneve të ditës. Nëse një CEO është fokusuar vetëm në çmimin e aksioneve dhe në kënaqjen e aksionerëve, ai nuk po punon në interesin më të mirë të kompanisë së tij. Liderët duhet të kenë syt në të ardhmen edhe të synojnë të realizojnë plane të mëdha. Ata duhet të jenë inovativ dhe të bëjnë produkte që njerëzit i duan, jo vetëm të përpiqen të shesin gjëra që besojnë se mund të shesin. Këto ide përmbajnë një plan për të kthyer bizneset në planifikim afatgjatë, duke i ndihmuar ata të formojnë ekipe të forta që mund të bëjnë ballë uljeve dhe ngritjeve të tregut. Ideja numër 1. Bota e biznesit nuk është një lojë e kufizuar, kështu që liderët e biznesit duhet të adaptojnë një mendësi të pafundme. Kur luan sport, ka shumë rregulla për t'u respektuar. Disa nga rregullat më të rëndësishme janë që të gjithë që luajnë lojën bien dakord kur ajo fillon dhe ndalon, si dhe të shënosh një pikë edhe që faktori vendimtar se kush fiton e kush ka më shumë pikë në fund. Kjo është ajo që njihet si një lojë e kufizuar. Ndryshe nga ajo që mendojnë shumë njerëz, biznesi nuk është një lojë e kufizuar. Nuk ka kohë fillimi dhe ndalimi, për të cilat të gjithë lojtarët bien dakord. Dhe ndërsa ka rregulla të caktuara ligjore që të gjithë bizneset duhet të ndjekin, ajo që bëjnë lojtarët brenda këtyre rregullave varet prej tyre. Bota e biznesit është në fakt një lojë e pafundme. Nuk ka një kornizë kohore të caktuar dhe nuk ka një mënyrë të rënë dakord për ta mbajtur rezultatin. Meqense nuk ka mundësi për të fituar, qëllimi i një loje së pafundme është që të qëndrosh në lojë sa më gjatë të jetë mundur. Mund të tingëllojë blasfemi, por fitimi dhe të ardhurat nuk janë shenjat e vetme të forcës së biznesit. Në fakt, mund të jetë vërtet e dëmshme të shikohen të ardhurat dhe fitimet si faktori vetëm vendimtar i suksesit. Në fund të fundit, fitimet e larta të sotme nuk do të thonë asgjë nëse nuk jenë mjaft i fortë për të përballur me sfidat e së nesërmës. Kjo është arsyeja pse liderët e biznesit duhet të mendojnë në kushtet e një loje të pafundme. Ata duhet të ndërtojnë diçka që nuk është projektuar për të fituar, por për të zgjatur për brezat që do të vinë. Kur plani juaj i biznesit është fokusuar në qëllimet afatshkurtra, si marrja fitimeve më të mira të mundshme për raportin e ardhshëm 3 mujor, jeni destinuar të merrni një lloj vizioni të kufizuar që injoron atë që është vërtet e rëndësishme, si të qenit inovativ dhe të krijosh produktin ose shërbimin më të mirë që njerëzit e duan. Këto gjëra janë shumë më të rëndësishme se sa të marrësh pjesën më të madhe të tregut, ose të marrësh më shumë para për aksionarët tuaj. Merrni parasysh parimin e udhëheqës origjinal të Microsoft. Siç e tha Bill Gates, ai donte që kompania e tij të fuqizonte çdo person dhe çdo organizatë në planet për të arritur më shumë. Kjo patjetër bie në mendësinë e pafundme. Megjithatë, në fillim të viteve 2000, në udhëheqje me mendësi të kufizuar të ish CEO Steve Ballmer, Microsofti u fokusua në mposhtjen e Apple dhe fitimin e më shumë pjesës së tregut në dëm të reputacionit të saj. Microsofti ndoqi Apple me pajisje si zjun, e cila u projektua për të konkuruar në tregun e krijuar nga iPod. Si rezultat, kompania u bë më pak e njohur për produktet e saj inovative dhe fuqizuese, ndërsa Apple u bë e njohur për krijimin e tregjeve tërësisht të reja. Ideja numër 2. Ka 5 qelsa për të luajtur lojën e pafundme, dhe i pari është të kesh një kauz të drejtë frymëzuese. Një lojtar i mirë në lojën e pafundme është Victorinox, kompania që prodhon thikën e ushtrisë zvicerane. Për një kohë të gjatë, thika e ushtrisë zvicerane ishte një mjet i njohur për shumë qëllime, por pas ngjarjeve të 11 shtatorit, ajo u ndalua në bagazhet e dorës në linjat ajrore dhe shitjet ranë ndjeshëm. Para 11 shtatorit, thikat e ushtrisë zvicerane përbënin 95% të shitjeve të Victorinox. Por si shpjegoi CEO Carl Elser, çdo biznes afatgjat do të përjetojë ulje dhe ngritje të shumta. Kështu që në vend që të mendojmë afat shkurt, ai tha ne mendojmë në breza.
Victorinox me guxim u zgjerua në tregjet e reja, si aromat, pajisjet e udhëtimit dhe orët. Tani është një kompani shumë më fortë se ç'ishte më parë, me thikat e ushtrisë zvicerane që përbëjnë vetëm 35% të ardhurave të saj. Siç shpjegoi autori, ka 5 praktika thelbësore që përbëjnë mendësinë e pafundme. Ato janë avancimi një kauze të drejtë, ndërtimi i ekipeve të besueshme, studimi i rivalëve tuaj të denj, përgatitja për fleksibilitet ekzistencial dhe së fundmi demonstrimi i guximit për të udhëhequr. Le të nisim në fillim me ndoshta praktikën më të rëndësishme, bërjen e një kauze të drejtë. Si vizioni origjinal i Bill Gates për Microsoft, një kauze drejtë është frymëzuese, pasi shikon drejt një të ardhmeje më të mirë dhe i bën punonjësit tuaj të dinë drejt se çfarë po punojnë. Një kauze drejt e mirë është gjithashtu përfshirëse, e guximshme dhe idealiste, dhe si përfaqësuese e përfitimit që biznesi juaj synon të ofrojë. Një karakteristikë tjetër e rëndësishme është që ajo të jetë rezistente dhe aftë të bëjë ballë ndryshimeve të ardhshme. Ajo që një kauze drejt nuk është një synim i paarritshëm. Shumë kompani ofrojnë deklarata misioni që thjesht synojnë të jenë më të mëdhej ose më të mirë në diçka. Kjo mund të rezultojë një lloj në vizionit tunel në të cilin ra kompanisja e pajisjeve GPS, Garmin. Misioni Garmin thotë: ne do të jemi lideri global në çdo treg që shërbejmë, edhe produktet tona do të kërkohen për dizajnin e tyre tërheqës, cilësinë superiore dhe vlerën më të mirë. Ky është një lloj deklaratës tipike gjenerike që kanë shumë kompani. Fokusi i saj është i brendshëm për të bërë një kompani e madhe dhe çdo referencë ndaj përfitimit të klientit duket si një mendim i dytë. Rezultati vendosjes së klientit në fund mund të shihet në rënien e tyre të vazhdueshme që nga viti 2007. Rreth asaj kohe, shumë aplikacione të smartphone-ve filluan të ofrojnë shërbimin GPS, por në vend që të lëshonin aplikacionin e tyre të smartphone-ve, Garmin mbeti kokëforcisht e fokusuar në bërjen e pajisjeve të veta. Tani vlen 1/3 e vlerës së saj të vitit 2007. Ideja numër 3, vizioni ideor i kapitalizmit, është i ndryshëm dhe më i shëndetshëm se versioni që u shfaq në vitet 1970. A janë klientët tuaj apo aksionarët pjesa më e rëndësishme e biznesit tuaj? Kjo pyetje godet në thelb atë që ne e konsiderojmë të jenë parimet udhëheqëse të kapitalizmit. Është diçka që duhet mbajtur në mend kur mendojmë për kauzën tuaj të drejtë. Në mes të shekullit 18, ekonomisti Adam Smith shkroi një libër të rëndësishëm të titulluar Pasuria e kombëve. Në të, Smith në thelb vendosi themelet për 200 vite të ardhshme të kapitalizmit. Në librin e tij, Smith e vendosi interesin e konsumatorëve si parsor, ndërsa interesat e kompanisë janë dytësore. Në fakt, ai konsideronte rëndësinë e këtij parimi si të qartë. Në fund të fundit, çdo biznes që nuk përpiqet ta bëjë klientin të lumtur nuk do të zgjasë shumë, apo jo? E po filozofia e Smithit për kapitalizmin qëndroi e fortë derisa erdhi ekonomisti fituesi i çmimit Nobel, Milton Friedman, në mes të shekullit 20. Friedman e zhvendosi fokusin nga konsumatorit te aksionari. Në një artikull shumë ndikim në vitin 1970, ai shkroi se përgjegjësia kryesore e çdo ndërmarrjeje të tregut të lirë është që të bëjë para, dhe këto para u përkasin pronarëve ose aksionarëve të kompanisë. Vërtet, kjo zhvendosje nga mendësia e fokusuar te konsumatori në atë të fokusuar te fitimi dhe aksionari është pikërisht ajo që ndodhi, sidomos gjatë viteve 80 dhe 90. Si rezultat, planet e biznesit u formsuan më shumë në rritjen e fitimeve afat shkurtra, që mund të rritnin çmimet e aksioneve dhe të bënin aksionarët e lumtur. Kjo është mënyra se si Wall Street, jo jetëgjatësia, stabiliteti ose cilësia e shërbimit u bë përcaktues i madh se sa i suksesshëm ishte një biznes. Dhe kështu, nëse kompanitë mund të rritnin kthimin e tyre në investime duke ulur kostot, duke pushuar punonjësit ose duke reduktuar buxhetin e kërkimit dhe zhvillimit, ato do ta bënin. Në fakt, kur Friedman i tha botës se të fitosh para për aksionarin ishte përgjegjësia kryesore, bërja e këtyre masave për uljen e kostove u pa padyshim nga shumë si gjëja e duhur për të bërë. Megjithatë, ka arsye për të besuar se ndoshta ishte Smith ai me idenë e duhur gjatë gjithë kohës. Gjatë dekadave të fundit, kapitalizmi është bërë gjithnjë e më pa i balancuar, deri në pikën
ku numri i amerikanëve që investojnë në tregun e aksioneve është në nivelin më të ulët të 20 viteve. Ndërkohë, CEO-t janë bërë më të pasur me një rritje të fitimeve prej 950% që nga viti 1978, ndërsa punonjësi mesatar ka parë vetëm rritje prej 11%. Ky lloj zhvillimi nuk është vetëm i pafat, por është krejtësisht i rrezikshëm. Është lloji i pabalancës që çon në rënje katastrofike në treg. Ideja numër 4. Një lider i fortë do të vendosë vullnetin e punonjësve të tyre para fitimeve. Idetë e Milton Friedmanit të orientuara te aksionari rreth kapitalizmit janë bërë aq të pranuara saqë kundërshtimi i këtij koncepti mund të duket praktikisht i papërgjithshëm. Megjithatë, nëse e gjykoni suksesin nga jetëgjatësia, e cila është se si suksesi brenda lojës së pafundme të biznesit duhet të gjykohet, atëherë ju duhet të fokusoheni jo në fitimet afatshkurtra, por në vullnetin e njerëzve që duan të mbështesin kompaninë tuaj. Një nga qëllimet kryesore të një kauze të drejtë, të fortë, frymëzuese, me mendime përpara, është të tërhiqni njerëzit me vizionin tuaj për të ardhmen. Megjithatë, qenit njerëzore janë shumë të mira për njohatjen e një mesazhi të pandershëm, kështu që së bashku me respektimin e klientëve tuaj, ju duhet të respektoni gjithashtu ata punonjës që bashkohen me kauzën tuaj. Është jetike që edhe ata të qëndrojnë. Lajmi i mirë është se trajtimi i punonjësve tuaj me respekt nuk është vetëm i lirë, ai mund të shpërblehet me nivele të larta motivimi, besnikërie dhe produktiviteti. E gjithë kjo mund të kthehet shpejt në të ardhura shtesë. Sigurisht, treguesit si fitimi, të ardhurat dhe çmimi i aksioneve janë lehtësisht të gjurmuara, ndërsa vullneti i njerëzve kërkon të shikosh nivelet e moralit të punonjësve, sa të frymëzuar janë ata dhe sa të përkushtuar janë ata ndaj kauzës. Të gjitha këto nivele varen nga forca e kauzës së drejtë të kompanisë dhe cilësia e udhëheqjes. Le të marrim parasysh dy kompani të ndryshme, Apple dhe dyqanin e kontenjerëve. Në një moment, udhëheqja e Apple vendosi të bënte lëvizjen e guximshme të trajtimit të punonjësve të pikave të saj të shitjes me pakicë, njësoj siç i trajtoi punonjësit e saj korporativ. Kjo do të thoshte t'u jepni një paketë të kujdesit shëndetësor dhe përfitimeve të pensionit. Rezultati ishte që Apple pa nivele të mbajtjes së punonjësve rreth 90%, ndërsa mesatare e industrisë së shitjes me pakicë është rreth 20-30%. Për shkak të kësaj, kompania mund të shpenzonte më pak në reduktim dhe trajnim dhe të gëzonte përfitimin shtesë të pasjes së punëtorëve besnik dhe shumë të motivuar që ofronin shërbime të mira. Dhe po, për dyqanin e kontenjerëve, i cili shet produkte organizimi dhe ruajtje. Kur ndodhi recesioni i vitit 2008, ata nuk ishin imun. Ata duhet të gjenin një mënyrë për të ulur kostot, por liderët me mendësi të pafundme të kompanisë morën vendim të vendosnin punonjësit e tyre në radhë të parë dhe në vend që të pushonin ndonjë, ata propozuan një ngrirje të përkohshme, por të pacaktuar të pagave dhe pensioneve 401k. Udhëheqja ishte shqetësuar se cila do të ishte përgjigjja. Ata nuk duhej të shqetësoheshin. U zbulua se punonjësit jo vetëm që e kuptuan vendimin, ata gjithashtu do të merrnin përsipër të gjenin mënyra të tjera për të ulur kostot, duke paguar për shpenzimet e tyre të udhëtimit. Respektimi i vullnetit të njerëzve shpërblehet në fund të fundit. Ideja numër 5. Krijimi i një kulture besimi do të çojë në praktika biznesi më të mira dhe sjellje më etike. Kur dollari gjithë pushtetshëm bëhet fokusi kryesor i një biznesi, ajo jo vetëm që çon në një kauzë të drejtë jo frymëzuese, ai çon në mosbesim dhe madje edhe në praktika biznesi jo etike. Të dyja këto mund ta reduktojnë shumë jetëgjatësinë e biznesit. Në kompani ku punonjësit ndjejnë një mungesë besimi, aksidentet dhe performanca e dobët janë të detyrueshme të ndodhin. Kjo është për shkak të arsyes së thjeshtë se askush nuk mund të ndjehet mjaftueshëm i qetë për të folur kur ndodhin gabime, ose kur dikush nuk është i sigurt se çfarë të bëjë. Ky ishte pikërisht rasti i Ford Motor Company, para vitit 2006, kur CEO i ri Alan Mulally u morë në bord. Ai shpejt zbuloi se CEO i mëparshëm kishte një zakon të çortonte dhe madje të pushonte nga puna njerëzit që sillnin lajme të këqija në vëmendjen e tij. Natyrisht, punonjësit e Fordit bën zakon që të sillnin vetëm lajme të mira në takime.
Mullalli e dinte se gjëra do të keqësoheshin, vetëm nëse ai nuk e gjente një mënyrë për ta thyer këtë kulturë mosbesimi. Kështu, ai filloi takime javore të planit të biznesit dhe i inkurajoi të gjithë të sillnin lajme të këqija në tryezë. Përfundimisht, një punonjës u ndjej mjaftueshëm i sigurt për ta bërë këtë, dhe për lehtësimin e punonjësit, Mullalli e festoi lajmin me një raund duartrukitjesh. Siç e tha ai, vetëm sepse dikush ka një problem, nuk do të thotë se ai është problemi. Të kesh takime të rregullta ku njerëzit inkurajohen të ndajnë shqetësimet e tyre, është vetëm një mënyrë për të ndërtuar atë që autori e quan ekip të besueshëm. E gjithë kjo fillon me një dhumë takimi, ose në rastin e kompanisë së naftës Shell, në takimin e tyre të parë të besimit, punonjësit e Shellit u mblodhën së bashku në rreth për të folur thjesht për jetët e tyre. Ndërsa platformat e naftës përgjithsisht mendohen si vende mashkullore, ku emocionet e ndjeshme hidhen me një anë, takimet ishin një sukses i madh në formimin e lidhjeve dhe krijimin e besimit. Kur ato u përhapën në të gjithë kompaninë, norma e përgjithshme e aksidenteve u reduktua me 84%. Përfundimisht, një kulturë besimi kërkon që vlerat dhe sjellja e kompanisë të jenë të përshtatura para së gjithash me njerëzit dhe jo me fitimin. Përndryshe, një kulturë e sjelljes jo etike mund të marrë shpejt kontrollin. I tillë ishte rasti me kompaninë bankare Wells Fargo. Midis vitit 2011 dhe 2016, mbi 3 milion llogari bankare të rreme u krijuan nga punonjës të gjithë organizatës. Një hetim tregoi se CEO John Stumpf e dinte këtë praktik që në vitin 2002. Ai kishte ndihmuar në krijimin e një kulture të tillë të pasigurt, edhe me presion të lartë të shitjeve, saqë punonjësit ndjenin se do të ishin në rrezik të pushoheshin nga puna nëse nuk i drejtoheshin praktikave të tilla jo etike. Ideja numër 6. Bëhu i motivuar nga rivalet e denjë dhe bëj një ndryshim të guximshëm të drejtimit kur është koha e duhur. Nëse jeni një tifoz sporti, ndoshta e dini përfitimin e të pasurit një rival të denjë. Kur luan kundër një kundërshtari me aftësi superiore, e vlerëson se si ai të detyron të rrisësh nivelin dhe aftësitë tua dhe të mësosh teknikat e reja. Ndërsa ky qëndrim i shëndetshëm është i zakonshëm në sport, ai mund të gjendet gjithashtu në bizneset me mendësi të pafundme. Në vitin 2006, kur Alan Mullalli mori postin e CEO-s, Ford Motor Company kishte kaluar 15 vitet e fundit duke humbur 25% të pjesës së tregut. Strategjia e rikuperimit që u dha Mullalli përfshinte rritjen e promovimeve të shitjeve dhe uljen e kostove, një strategji me mendësi shumë të kufizuar. Mullalli nuk kishte ndërmend të ndiqte pjesët e tregut, përkundrazi, ai donte që menaxhmenti i lartë të fillonte të drejtonte makina të bëra nga Toyota dhe Lexus. Ai donte që menaxherët të studionin këta rival, të mësonin nga ata dhe të zbulonin pse njerëzit preferonin këto makina në vend të makinave Ford. Mullalli nuk donte të nxirrte nga biznesi as kompanitë të tjera të makinave, sidomos kur ndodhi recesioni i vitit 2008. Në atë kohë, Fordi ishte në një pozicion financiar të qëndrueshëm dhe nuk kishte nevojë për para shpëtimi nga qeveria, si General Motors apo Chrysler, por ai e dinte se shitësit dhe furnizuesit në të cilët mbështetej Fordi mund të dilnin nga biznesi nëse klientët e mëdhej si General Motors do të kolapsonin, kështu që Mullalli mbështeti përpjekjet për të ndihmuar rivalet e tij. Ndonjëherë të mësosh nga rivalet tuaj do të thotë të shkosh më tej se sa të marrësh vetëm disa këshilla dhe truke. Ndonjëherë do të thotë të bësh një fleksibilitet ekzistencial. Ky është në thelb një ndryshim i vetcaktuar i drejtimit ose i vetprishjes dhe mund të jetë një nga gjërat më të vështira për të bërë për një biznes me mendësi të kufizuar. Në vitin 1979, Steve Jobs i Apple e pa ndërfaqen e re grafike të përdoruesit GUI, teknologji në të cilën kishte punuar Xerox, dhe kjo e bëri atë të ndryshonte menjëherë planet e Apple. GUI prezantoi kursorin e miut, point and click, si dhe desktopin dhe ikonat për dosjet e desktopit. Ajo nuk kërkonte nga një përdorues të dinte ndonjë gjuhë kompjuteri për të operuar pajisjen e saj. Kauza e drejtë e Apple ishte ta bënte kompjuterin një mjet fuqizues për sa më shumë njerëz të ishte mundur. Kështu që ishte e qartë për Jobs se kompjuterat e rinj të Apple duhet të kishin GUI. Kështu, pavarësisht paralajmërimeve se një ndryshim kaq drastik i drejtimit do ta shkatronte kompaninë,
Jobs e dinte se ishte gjëja e duhur për të bërë, kështu që 4 vjet më vonë lindi Macintoshi i parë. Do të kalonin edhe 4 vjet të tjerë pas kësaj, para se të lancohej ndërfaqja e ngjashme e Microsoftit Windows 2.0. Ideja numër 7. Mund të duhet guxim dhe vendime të guximshme për të ndjekur një mendësi të pafundme. Siç mund ta keni kuptuar, një kauzë drejt e fortë do të avancojë një qëllim që është më i madh se çdo person që ka të bëjë më shumë se sa parat. Në këtë drejtim, një kauzë drejt mund të ndihmojë në udhëheqjen e një lideri për të bërë gjërat e duhura që avancojnë kauzën. Megjithatë, ende duhet guxim për të udhëhequr, e cila është e fundit nga 5 praktikat e lojës së pafundme. Demonstrimi i guximit për të udhëhequr është thelbësor, pasi tregon angazhimin ndaj kauzës, edhe për këtë arsye vendos një shembull për pjesën tjetër të kompanisë për të ndjekur. Por për disa liderë, kjo mund të jetë një sfidë e madhe. Një pjesë e problemit është se CEO-t shpesh punësohen nga brenda organizatës, nga njerëz që shërbyen si shef operativ, COO, ose shef financiar, CFO. Në këto pozicione, shqetësimet e përditshme janë shumë të kufizuara. Një CFO vazhdimisht merret me numra dhe bilanc, edhe një COO merret me sfidat e përditshme organizative. Asnjëri nga këto pozicione nuk e përgatit një person për të marrë me përgjegjësitë e një CEO. Dhe cilat saktësisht janë përgjegjësitë e një CEO? Ndoshta një mënyrë më e mirë për të menduar për këtë punë është si shef vizionar, pasi që përgjegjësia kryesore duhet të jetë rojtari dhe zëri i kauzës së drejtë të kompanisë. Kur e mendoni rolin tuaj në këtë mënyrë, mund të siguroj që ju dhe zgjedhjet tuaja të mbeten të fokusuara në lojën e pafundme. Le të shohim se si duken këto lloj zgjidhjesh të guximshme në veprim. Së pari, merrni parasysh vendimin që e mori CVS Caremark në shkurt të 2014-s. Zinxhiri i dyqaneve farmaceutike dhe farmacive me histori të gjatë zgjodhi të ndalote shitjen e cigareve, edhe pse ishte parashikuar që një lëvizje e tillë mund t'i kushtonte kompanisë rreth $2 miliardë në të ardhura. Megjithatë, lëvizja ishte plotësisht në përputhje me kauzën e drejtë të kompanisë, e cila është të ndihmojë njerëzit në rrugën e tyre drejt shëndetit më të mirë. Ndërsa pati rënje 1% të çmimit të aksioneve në ditën e njoftimit, një vit e gjysmë më vonë çmimi ishte dyfishuar në një nivel rekord të lartë. Në fakt, aksionarët morën një rritje prej 70% të fitimeve të tyre për aksion gjatë 3 viteve të ardhshme. Pasi CVS ndaloi shitjen e cigareve, shitjet e çamçakëzit dhe copzave të nikotinës u rritën dhe CVS kishte filluar të bënte biznes me shitës të ri, me mendësi shëndetësore që më parë i kishin shmangur. Kur demonstroni guximin për të udhëhequr, po përfundoni rrethin e lojës së pafundme, që fillon me një kauzë të drejtë, vazhdon përmes ndërtimit të ekipeve të besueshme dhe hapjes ndaj rivalëve të dej dhe fleksibilitetit ekzistencial. Rezultati është sukses afatgjatë. Sapo dëgjuat për mbledhjen e kapitujve për lojën e pafundme të Simon Sinek. Mesazhi kryesor në këtë libër është se biznesi operon si një lojë e pafundme. Nuk ka kufizim kohor ose rezultat të rënë dakord që vendos se kush fiton ose kush humbet. Qëllimi kryesor është të vazhdosh të luash sa më gjatë të jetë e mundur. Për ta bërë këtë, bizneset duhet të jenë të pafundme në mendësi, duke ndjekur 5 praktika. Të kesh një kauzë të drejtë, të fortë, që do të frymëzojë njerëzit, të nxjisësh një kulturë besimi mes punonjësve tuaj, të mësosh dhe të frymëzohesh nga rivalët tuaj, edhe të shfaqësh guximin për të udhëhequr kompaninë tënde drejt kauzës tënde të drejtë, dhe të bësh atë që është e drejtë në afat të gjatë, jo vetëm në afat të shkurtur. Këtu është një këshill tjetër e dobishme. Besoni në kauzën tuaj të drejtë dhe partnerët tuaj. Nëse nuk jeni plotësisht të angazhuar ose nuk i besoni kauzës tuaj të drejtë, mund t'ju duhet një më e mirë. A e avancon ajo një kauzë që është më e madhe se ju? A frymëzon ajo përkushtim ndaj një jete shërbimi në arritjen e së ardhmës që kauza juaj e drejtë aspiron? Kjo është ajo që duhet të bëj për të zgjatur. Dije se nuk i ke të gjitha përgjigjet. Askush nuk i bën të gjitha vetë. Gjej partner që gjithashtu i besojnë dhe besojnë në kauzën tuaj të drejtë, edhe mbështetu tek ta për t'ju ndihmuar të merrni vendime që avancojnë kauzën. Për çdo koment, ide apo sugjerim, ju ftojmë ta vizitoni blogun tonë nxic.art. Mendimi juaj është i rëndësishëm për ne
dhe ne jemi gjithmonë të gatshëm t'ju dëgjojmë.